Përshëndetje nga Ongania, kjo është intervista ime 60 sekondëshe për prive. Në çfarë raste çajnë me lot? Çaj me lot kur e ndi shpirtnisht. Për çka djeni nati? Kur bëhet pa drejtësia. A tu ka bon ndonjëherë pa drejt? Ma ki shumë herë, po i te i kaloj, jo me fort. Për çka mendon se është vonë? Mendoj koha, kur shkon dhe thom, ko mujt me bëha qëto, po tash është vonë. Kur eshe vetën të martuar? Po kur të shkruan Zoti, kur është kismeti. A je kuzhinjere e mirë? Jo, për pas pastave dhe ve, fërbume, normal. S'po merr mendja që muj me po diçka më shumë. Cili është politikani më simpatik? Hashim Thaçi. Ku eshe vetën pas 10 viteve? Nuk planifikoj, veç Zoti e din. Nëse jo këngëtare, çka do t'ishe? Do t'isha menaxhere marketingut. Stina e preferuar? Pramvera. Dobësia juaj? Dobësia jam është kur i marr gjonat shumë nga zemrës. Ajo është. Gjëja e parë që e bën sapo zgjohesh? Gjëja e parë që bëj, kafja. Cila pjesë e trupit pëlqen tek vetja? Beli më pëlqen. Si e kalon depresionin? Me shoqni, me këngë. A ishe martu me të huaj? Asnjëherë. Jo.